Një 47 vjeçar mbeti viktim në një përpjekje të dyshuar për të vjedhur në banesë në lagjen 8 Shkurti në Fier. Ilir Zarka u gjeti pa jetë, i bllokuar në pjesën e xhamit të derës kryesore, nga ku tentoi të hyjë brenda banesës sipas rindërtimit të ngjarjes. Xhamat janë të vegjël, pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngesur gjysmë trupi. Duket se tentoi të përfitojë nga mungesa e pronarit të objektit që kishte udhëtuar drejt Greqisë për të festuar Pashkën me fëmijët. Fillimisht ka thyer xhamin e derës së tualetit, por më pas ka tentuar të futet brenda në banesë, por hapësira e vogël duket se e zuri në kurth. E gjeti të vdekur në xham. Ishte një fëmijë i pronarit që kishte porosi të kujdesej për banesën, ai që gjeti të pajetë dhe njoftoi policinë. Ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Trupi i pajetë i 47 vjeçarit ju nënshtrua ekspertizës për të përcaktuar shkakun e vdekjes gjatë përpjekjes për të vjedhur.